لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وجعلناه هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Falenderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, atë falenderojmë për Allahut falë kërkojmë, tek Allahu mbështetemi për veprat dhe veset tona të liga, dëshmojmë dhe deklarojmë se s'ka zot tjetër post tij. Dhe dëshmojmë se Muhamedi alayhi salatu wassalam është robi I dërguar I tij. E ka dërguar Allahu paqë dhe mëshirë për gjithë njerëzit, në mënyrë që ta udhëzojë njerëzimin në rrugën e vërtetë dhe ta përjetojnë lumturinë në të dy botra, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Nderuar vëllezër, selamu alaikum gjithëve. Mirë se keni ardhur. Inshallah Allahu na bashkon gjithë në këto lloj tubimesh. Inshallah ja u pranon çdo vat që keni bërë deri këtu. Edhe këtu minuta që po I kaloni këtu zakonisht me mua, inshallah Zoti ja llogarit ibadet, e ja shënon dhe ja regjistron të shojnë vepra të mira. Jemi në dy temat e hapura edhe para xhumos, në fakt edhe para hutbes edhe në hutbe. Para hutbes jemi duke trajtuar çështjen e zakatit, ndërsa në hutbe jemi duke trajtuar urtësitë e haxhit. Dy shtylla kondita pa të cilat nuk kompletohet Islami. Dy kushte me të cilat ai që dëm me qenë musliman duhet me qenë I bindur në to dhe duhet jetë praktikues I të dyja. Jem duke biseduar për dy obligime të cilat përveç anës së bindjes, përveç anës së besimit to, ekzekutimi tyre varet me mundësi. Ekzekutimi varet me mundësi. Edhe zakati, edhe haxhi janë dy kondita të cilat kanë të bëjnë me mundësi të zakati materiale e të haxhi materiale dhe fizike. Ju kujtohet herën e kaluar kemi munduar me sqaruar se Islami është një sistem I jetës, është një fe e cila dallon prej krejt religioneve të tjera, të pas parasysh se në vetveten e saj ngërfen përgjigje dhe obligime dhe detyra nga gjitha fushat e jetës. Ndoshta ajo që jemi duke trajtuar ka të bëjë me aspektin ekonomik, dhe ju kujtohet herën e kaluar jemi munduar që ta trajtojmë ose të bindemi se vërtet nuk guxojmë ta parcializojmë fen, edhe të mendojmë se çështja e pasurisë është çështje private dhe s'ka të bëjë feja këtu kurrë. Parasysh se kjo konsiderohet një gabim më të madh që mund të bëjë një musliman. Dhe anën tjetër, pasuria sot, shekulli 21, është mekanizmi kryesor për me lëviz këtë procese. Do të thotë, pasuria është faktori kryesor sot që po ndryshojmë rrethanat e veçantë. Përderisa një musliman ende ka defekte në këtë çështje, gjithçysh ai do të jetë mbrapa. Prandaj edhe realisht në këtë aspekt musliman kanë shumë problematuri. Prandaj edhe jemi duke sqaruar çështjen e menaxhimit të pasurisë dhe e kemi konsideruar se kushti I parë I menaxhimit të pasurisë është haki Allahut. Ne atë pasuri që ti ke arrit e haki Allahut të vonë na e kemi thujt zakat. Duke
sharu çështjen e zeqatit, do të thotë zeqati herën e kaluar e kemi trajtu një pikë që mendoj shumë e rëndësishme dhe shumë e ndjeshme për çajin. Ajo është se zeqati nuk është tatim. Nuk është një tatim i thjeshtë që dikush mund ta kuptojë si tatim. Po zeqati është obligim fetar. Edhe për atave, faktikisht këtu qëndron dallimi mes institucionit të zeqatit në Islam dhe gjitha tatime ose detyra tjera që mund të paguajë dikush, qofse edhe e dim sistemin e kishës në Evropë që çdo njeri pagun për kishën, mirë po jo në kuptimin e ritit, jo në kuptimin e apërimit, ai pagun kuptimin e tatimit. Sikur na që kemë shumë tatime ndaj shtetit, po problematika ose dallimi mes tatimit dhe zeqatit është se tatimi është obligim shtetëror, ligjor, ndërsa edhe japet një farforme dashtë apo s'dashtë ti. Ndërsa zeqati është adhurim dhe me ekzekutimin e tij ti ofrohesh Allahut azza wa jall, edhe një farforme nuk ka nevojë që dikush dëshëm të imponojë nxjerrjen e tij. Prandaj edhe e kemi sqaruar disa diskutuar të në kaluar disa pika të cilat zeqati dallon prej gjitha tatime ose obligime tjera që mund të kenë fit tjera. Sot e shotra do të vazhdojmë njëjtën temë, duke filluar prej aspektit të parë edhe pak me zbërthy namazi dhe zeqati. Është interesant fjala zeqat, me fjale, si shprehje e zeke, në Kur'an është përsërit 32 herë. 32 herë si zeqat, si shprehje. 27 herë është në Kur'an e përmendë me namazin bashkë. 32 herë është si fjallë zeqat. 27 herë është e përmendë në Kur'an bashkë me namazin. Ndërsa si obligim, jo si shprehje, po si obligim është përmendë Kur'an 82 herë. Për arsye se zeqati shpeshherë në Kur'an i thuhet edhe sadak. Shpeshherë i thuhet edhe sadak. Prandaj këtu kemi të bëjmë me dy gjëra. Zeqati si fjalë, si shprehje, përmendet në Kur'an 32 herë, 27 herë është ngjitur me ose realisht kundrull namazit, ndërsa si obligim me shprehje tjera përmendet në Kur'an 32 herë. Kjo flet se vërtet zeqati është një obligim madhor që Allahu azza wa jalla ka kërkuar prej muslimanëve. Në sa i përket zeqati i shkputur ndaj namazit është shumë pak i përmendur, nëse nuk gaboj vetëm 4 herë është ose 5 herë është zeqati në Kur'an i përmendur vetëm pa e bashkangjitur namazin. Në raste tjera zakonisht zeqati ka ardhur i shoqëruar me namazin. Është një prej farzave që ka obliguar Allahu çdo popull, jo veç ummetin e Muhamedit alayhis salam, po çdo popull e ka obliguar me zeqat. Prandaj edhe çfarë ka në Kur'an, Allahu azza wa jalla tregon edhe Hazreti Isa, edhe Hazreti Musa, edhe Hazreti Ibrahim, e gjithë popujt që kanë jetuar bashkë me ta njerëz, Allahu azza wa jalla i përmend disa prej versete kuranore në cilat fol për popujt e kaluar dhe gjendja tyre me zeqat. Për ata Hazreti Isa alayhis salam kur e ka definuar vetën e tij si vogël, deri që ka fol qysh i vogël, thot wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Unë jam rob i Allahut, mund ka dërguar Allahu pejgamber, unë ka porosit me namaz dhe me zeqat sa të jem gjallë. Rast tjetër Allah azza wa jall gjithashtu fol për Beni Israel, për bitë e Jakubit alayhis salam dhe gjendja e tyre me zeqat. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'l al-khayrat wa qama as-salat wa ita az-zakat. Dhe kështu ne prej tyre bëm udhëhec. Ne prej bitë e Jakubit bëm njerëz që ishin të devotshëm dhe udhëhec të popullit. Dhe inspirum ata që të bëjnë vepra të mira. Inspirum, i obligum, ju shpallëm atyre që të shtojnë veprat e mira.
ta falin namazin, ta japin zeqatin. Nështë kjo është ajo që në fakt e paraqet Allah azza wa jall një prej pikave që zeqati nuk është një farz i ri tash, po zeqati është një obligim që Allah azza wa jall e ka kërkuar vazhdimisht për gjithë popujve në mënyrë të vazhdueshme. Kur është bu farz, zeqati është një pikë tjetër që ja vjen u diskutu zakonisht në për libra e gjoni se pas kushtet e Islamit, shahadeti, namazi, zeqati, agjerimi dhe haxhi, shumica për tyre janë bu farz masi u shprehur pejgamberi Medine. Periudhën e Mekës s'është bu farz, me përshtet namazve dëshmis. Dëshmia është për ditës parë. Zakonisht, zeqati, haxhi e agjerimi u bo masi u shprehur Muhamedi alayhis salam në Medine. Mirë për të qashtë e zeqatit pak, ka disa thanje, disa djetare kanë zbërthy një shpjegim interesant. Zeqati realisht si dhanje, si shkerimi dorës, ndihmë të varfërit, ndihmë fes, ndihmë Muhamedi alayhis salam, është bo farz në Mekë. Mirë po, sa me dhonë zeqatin, kuj me dhonë zeqatin, në cilat gjona ka zeqat, kur arrihet shkolla për nxjerrjet zeqati. Këto gjona kanë zbrit në Medinë, ndërsa si zeqat kuptimin e dhanjes shpesh herë edhe vullnetare, kjo është bërë farzëve në Medinë, prandaj shumica ajeteve në të cilat Allahu thret për zeqat kanë zbrit në Mekë. Domthonë ato obligim ajetet në cilat Allahu thret për zeqat kanë zbrit në Mekë. Prandaj një ka shtyt disa dietar me dhanë këtë mendim se zeqati është bo farz në Mekë, po jo me sasire në mos që shdihet, që inshallah kemi sqaruar, mirë po së dhanje vullnetare, sot po mundësi njeriu, pastaj me arritje në Medinë, zbrisin ajetet edhe pejgamberi alayhis salam i definuar dhe i treguar pastaj zeqati nuk është çështje vullnetare, edhe jepi sot du, zeqati është obligim i precizuar. Shumë njerëz na thojnë neve shpesh. Uj, unë zeqatin s'penzire veç për një majtë varë në qështu a këmë kry. Ka dhe njerëz, shamë shpesh të këmë pyetje, unë nuk i këmë zirë zeqatin, po i këmë një muhlar të jemi qështu dhe një majtë varë me a këmë kry zeqatin, përgjigja është ju. Dhëtë mi dalu dy gjana. Dhëtë me dalu lemoshen që një liu jetë vullnetarisht sot ka mundësi dhe kujt ka dëshirë, edhe ka dallim me zeqatit që është farz i caktuar me mos me administrar me atë shkallën e obligueshmërisë së dhënies, do të ku rrin pasuria, pastaj duhet me nxjerr e kështu me radhë. Zeqati nuk është çështje vullnetit ose mëshirës njeriu, po zeqati është përcaktim bynor. Allahu e ka përcaktuar se kur të arrin dritin 600 kg duhet me nxjerr 10 kg prej tij. Ose me fillu me dhonë zeqatit. Allahu ka përcaktuar se kur të arrin pasuria ma tepër se 600 euro, edhe ato rrin një vjet mas ne duhet 2.5% tyre me nxjerr. Çto graficione, çto çështje strikte të shifrave nuk janë vullnetare që njeriu e zgjedh por janë caktuar për Allahu azza wa jall. Prandaj edhe zeqati nuk pranohet tek shkelështopa, pa u sqaruar, pa u diskutuar mirë. Prandaj dietarët e kanë bërë këtë ndarje të zeqatit mes obligueshmërisë si zeqat në Mekë, ende në aspektin vullnetar dhe mes përcaktimit të asaj që faktikisht del prej zeqatit, kur më rrihet kush e ka obligim, kur në cilat pasuri ka zeqat, kur më rrihet, sot do të më qenë masa e pasurisë për me nxjerr zeqatin, kujt do të më rron zeqatin, e kështu me radhë këto gjëra të cilat faktikisht shpesh ne do të diskutojmë inshallah edhe në ligjërat të ardhshme. Cilat janë prodhit e dhënies së zeqatit. Vëllezër të ndershëm, para se me kalu te kjo çështje, më lejoni vetëm një pikë të rëndësishme të bashkë ta diskutojmë. Na jem të fol për një zeqat, nxjerrje pasurisë, edhe që sa i përkujnë a i ibadet. Apo, se është pak problematike këto. Njerëz mendojnë se ibadet është veç rritet
namazë, agjerimi, do të me kry diçka të caktuar. Njerëz ende s'mund e kuptojnë se kur mrin obligueshmëria e zakatit, edhe futja dorës, llogaritja sa takon edhe nxjerrja pasurisë, që ky fenomen, që ky veprim, quhet adhurim, ibadet. Domethënë, ibadeti pse është? Po ne bëjmë një pyetje. Pse na ka bërë farz adhurime? Pse janë adhurime? Pse ka kërkuar Zoti adhurime? Një përgjigje është. Kret adhurime, ibadetet që Allahu i ka obliguar mbi ne kanë përshëndet një çështje. Pastrimin tonë fizik edhe shpirtëror. Për çfarë është adhurimi? Do të thotë Allahu Azza wa Jalla, imagjinoni sa bukur ka fol, tash shpesh njerëz mendojnë se ne veç në Ramazan po pastrojmë shpirtnesh, e kur po folëm taravit, e kur po folëm xumove, edhe në farforme po mendojmë se veç namazi e pastron njeriu. A është interesant të zeshati që shka folë Allahu për zeshati. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. O Muhammed, merë një pjesë të pasurisë tyre, me tonë të pastrajsh, 2 herë ka përdojnë fjallin pastrim. Po problema me përthy se e ka përdojnë në herë tathir, edhe tani e ka bërë të zekihim. Fjala në arabisht të tahiruhum, mi pastru, i vjen mi pastru fizikisht. Edhe ata, edhe pasurin e tyre. Ndërsa, o të zekihim biha, të pastrasht, fjala dytë i vjen shpirtërisht. Për zëta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka konsideruar njënën prej cilësive më të dobta që mund të mos musliman është kooperacia. Për dhënë qofse se qati aplikohet që shë ka shpjeguar Allahu Azza wa Jalla në favor me luftuar drejt për drejt çështja e kooperacisë, që është smundje brendshme, jo e jashtme. Kooperacia është smundje jashtme. Ajo është smundje brendshme, pastaj reflektohet. Pra dhe pastrimin këtë rast ndodh edhe në kuptimin figurativ, objektiv, po dhe kuptimin subjektiv, kuptimin e brendshëm, pastrimit shpirtëror. Prandaj muslimanët e parë kanë dhënë rregullisht zakatin dhe kanë arritur një pastrim të madh edhe në anën fizike, anën shpirtërore. Prandaj është edhe një herë me botë arrimin që thermes tatimeve që na i paguajnë edhe zakatit. Mos që të dallimit duhet me fut në kokë, edhe mos me thonë zakatit tatim, se tatimi për të paguajsh kur fal pastrimi shpirtëror s'nim. Kur të paguajsh dënimet, a pastrohesh shpirtërisht? Jo, me revoltuar është më tepër. Për ata ka dallim shumë, zakati është ndryshe. Nxjerrja e zakatit është pastrimi i shpirtit, për arsye se po i thojmë zakati është adhurim. Cilat janë dobitë e nxjerrjes së zakatit? Dhe ne nxjerrja e zakatit do të thotë plotësimi i Islamit, se është kushti i Islamit. Shtylla e tretë e Islamit është dhënia e zakatit, për ata që mund të thotë. E ai që ja zakatin e ka plotësuar kushtin e tretë Islamit. E dyta, zakati bën një lidhje të fortë mes të pasurit dhe të varfrit. Allahu i ka krijuar njerëzit këtë botë me dashur apo që të ndihmon. Kjo është ndjenjë instinktive. Instinktivisht njeriu është ndjenjë e don ato që ndihmon. Pavarësisht kush është ai. Ose edhe hiç musliman si të ndihmon e don. Se kjo është ndjenjë e natyrshme e njeriu. Çdo njeri ka këtë ndjenjë. Kush të ka është pacet, s'është mirë. Allahu Azza wa Jalla ka porositur të pasurit me nxjerrni pasurinë e avon të varfëve. Çka ka ndodhur këtë rast? Ka ndodhur se ka ndodhur një dashuri mes të varfëve ndaj të pasurve. Po a dini çka ndodhur mos nxjerr zakatin? Ndodh një armiqësi mes se ka varfërit janë njerëz të varfër. Kur i shohin pasurinë, çusa ata se avon zakatin, mbledhet me armiqësi. Prandaj e kemi mujtë dhe shumicën e mezhlisëve, të varfërit të shohin pasit, apo? Shumicën e takimeve, të varfërit çfarë bojnë? I shohin pasit, e pasit i shohin. Pse ndodh kjo? Përgjithësi se i pasuri nuk shkon një avon zakatin dhe këtë lind konflikti. A se kur ti aplikuar zakatin, se kur një pasuri ka dhënë zakatin me të varfërit, as kish pas fyr me shumë pasurin. Prandaj, njëra prej dobive të zakatit ka se bën lidhjen mes dy shtresa shoqërisë, shtresa e pasurit dhe shtresa e varfrit, që zakonisht kanë konflikte dhe kanë një lloj lufte,
zeqati arrin fatikisht që t'i ofroj ty. E treta, pastrimi i shpirtit, pej kokacis, pej egoizmit, pej shumë smundje të shpirtit, për ata dhe ceku ma erat se në vetë në falës zeqatin e ka përdojë Allahu dyhet fjallën të tahiruhum më të zekihim dhe ti pastrojsh fizikisht dhe ti pastrojsh ata shpirtrisht. E pasta, me nëzirë zeqatin vjen bereqiti. Ja ka Allahu bereqet. Ekziston një thonje e Muhamedit a.s. që e ka transmetuar drejt prezrit e Allahut, e që në fakt është fjallë Allahut, ku e ka citu Muhamedi a.s. Anfiq ibn Adam, unfiq alejk. O biri Ademit, nxjerrë zeqatin me furnizoj të varfrit, unë furnizoj ty. Në atë kuptimin, nxjerrë zeqatin se unë të furnizoj ty. Prandaj ai që e jep zeqatin me rregull, realisht zeqatin asnjëherë nuk ka gjasa teorike me varfëron të pasurin, parasysh se njëra prej kuptimeve të zeqatit, që është kena para 3 orë kena sqaruar, është ngritje, zhvillim, rritje. Pra zeqati nuk në kupton paksim, po zeqati në kupton rritje. E gjashta, vazit të ndershëm është, para se më kalu të gjashta, gati mikin e hadith interesante. Ekzistojnë një bindje njerëzve, se me jabë zeqatin paksiohet pasuria. Një kjo. E dyta është, ekziston një bindje se njeriu me falë shumë bëhat urë, edhe njerëz e marrin e përkamë. Edhe treta është, ekziston një bindje me konë modest shumë, me konë modest, i në vjen me konë një shkret. Ekziston tri bët kuptime të arume. Zeqati e pakon pasunim, me bëmë një falë njerëzve shumë gjithësëvësh, bëhë shilik. Me falë bëhë shilik. Edhe treta, me konë modest, njerëz të përulli, njerëz të marrin e përkamë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka ardhur me sqaru edhe me ndihem një bot kuptim të ri në raport me këto 3 gjona, se realisht të jenë bot kuptimet të trija të gabuara, prandaj edhe ka thonë pejgamberi sa ma naqasat sadaqatan min malin, kur nuk ka teori, s'ka shans teorike, zeqati me paku pasurim. E dyta, wa ma zada Allahu abdan bi afin illa izza. E kur Allahu azza wa jall ato që falë nuk ka me ullë, veç ka me ngrit. Dhe më thonë, ai që falja nuk ka liqësi. Është bëtë kuptimi gabum. Njerëz të fort falin, njerëz të mëdhej falin, njerëz të likë dënujnë, njerëz të likë hakmeret, është i likë është i shkret pa hakmer vdes, me mos më apor vdes me i. Se është tipi likë është. Burrat falin, njerëz të fort falin, për me falin me koj fort. Prandaj edhe pejgamberi e ka ndërru këtë bëtë kuptimi dhe thënë, Allahu azza wa jall çdo njeriu që fal ka me ngrit. Dhe treta, o me të wadha ahadun illa rafa Allah, edhe s'ka njeri që është modest që s'ka me ngrit zoti. Modesti, thjesht, but, i mirë me njerëz, përveç se s'ka me ngrit Allahu azza wa jall. E gjashta, zeqati e bën shoqërinë si një familje. Zeqati e bën shoqërinë si një familje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jall, el mu'minun wal mu'minat بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. Besimtarët burrat, edhe besimtarët gratë, janë mes të njëjtë tjetrit, janë si një familje. Urdhojnë të mirë, ndalojnë nga keqja, e falin namazin e japin zakatin, subhanallah. 4 gjona si për një familje ka paraqitur. Besimtarët, burra dhe gra janë mish, janë vëllezër të njëjtë tjetrit. Urdhojnë të mirë, ndalojnë nga keqja, e falin namazin edhe e dhonë zakatin. E shtota, zakati e zbut nervozizmin, hidhrimin e të varfërit. Njeriu i varfër, shpeshherë te varfërisë, din me konë i egër, për shkak të varfërisë din me konë arrogant, për shkak të varfërisë din me qenë jo edukativ, jo i sjellshëm, për shkak të varfërisë besa edhe vjedh, për shkak të varfërisë edhe shpeshherë vën. Do të më bëra lista. Unë e di që shumica atyre që vjedhin nuk kanë nevojë me vjedh, por megjithatë
s'përjashtohet mundësia se një pjesë e njerëzve për shkak të varfërisë i bojnë të punë të liga për shkak të varfërisë. So janë ata më me qenë numri ty një vogël, po nuk përjashtohet si opcion, si mundësi se një pjesë e njerëzve varfëria s'keqme në raste të caktuara me shtim me vokesh. S'mohohet kjo. E kuptoj që shumica atyre që bojnë keq bojnë për shkak se keqja është karakteri tyre. Po megjithatë nuk gjithashtu duhet me qenë realista dhe me pranu faktin se njerëz të varfër prej varfërisë din shpesh me vokesh, prandaj edhe e mira e zëqatit është se e zbut këtë hevrim, e zbut këtë arrogancë, e zbut këtë sjellje të keqe që mund me ndodhë shpesh mes besimtarëve. E tjetër është shpejtim botën tjetër. Zëqati është pejgamberi sa më thot hadith kullu mri'in fi dhilli sadaqatin hatta yafsur bayna an-nas. Jo, a keni ndëgjuar ditën e gjykimit, shpesh edhe kanë shpjeguar zëvar, zbret dielli poshtë dhe ditën e gjykimit paramendohet me qenë temperaturë jashtëzakonshme. Kështu të gjithë e dini usnojë. Pejgamberi sa më thot atë ditë çdo njeri do të jetë në hijen e sadakës tij. Do të thonë, normal, kur do të jetë punoj për hije, po. Sot do ta kesh hijen atë ditë. Çadra jote, ajo hija jote, sot do të jetë atë ditë. Sa ke dhënë zeqat, sa ke dhënë sadakën. Sadaka aty do të jetë një lloj, faktikisht një lloj pengese mes temperaturës së diellit dhe kokës tonë. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, çdo njeri do të jetë në hijen e sadakës tij në ditën e gjykimit. E nënta është me bo muslimat me dhonë mirë zeqatin. Rregullohet edhe rani i natyrës, i ligjit të natyrës. Na vllaznit tonë këtu ankuar, sidomos gjërat e vjetra se kanë ndru ligjet e kohës, kanë ndru moti, tash po vjeshin ndryshe, po merr nxet ndryshe diçka, sidomos ata që kanë përjetuar një kohë më të hershme, edhe shpesh na dimë u ankuar, na shpesh dimë u ankuar pe motit lik. Po dhe na shpesh kemë ankesa, jo ftoft shumë, jo shi shumë. Jes po vjen shikur po bereqeti, kur po kryet bereqeti për alëshan tani. Edhe var ankesa që shpesh na i bojna, zakonisht se mbas shpjegimeve fetare që të ndryshime që ndodhin kozmos, edhe në rrugët e shiut, edhe në ndërprerjet e shiut, zakonisht ndodhin si pasojë e mosdhënies së zotit. Zakonisht ndodhin trata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. Ka thonë Wallahi, si kur mos të nëzërni zeqatin, ka mund ndërprej edhe pikat për qiell, ka mund ndërprej shiu. Edhe Wallahi, se u këshu Allahu shiu, dhejtë kështë nëzirë zeqatin, mos që gjinkohën shtasë dhe fëmija. Shtasën të papajshme, ato s'kanë obligim zeqatin dhe dhamë. As fëmija se kanë obligim zeqatin, e ata shpesher binë prej e arogancës të unë dhe i zotit, prandaj, me që thatë për hirë ty në Allahu e shën shiu shpesh, edhe zbut temperaturën shpesh, edhe bën bereqetin shpesh për hir ty kategorive. Përndryshe, në ato që jemi të bona, në ata vlerë që na ka dhënë Allahu këtë verë, aq shumë, aq bereqet shumë, e na ende se kemi dhënë zeqatin, unë mendoj që edhe me kriteret që i botën mos duhet të ta dhënë. Se na këtë botë pëthyjmë një tjetër, do t'i shpëtojmë në një tjetër. Një herë më në mashtrojnë veç, a pëthyjmë në një tjetër, veç një herë më në mashtrojnë. Dytën, ana sa ko kom ty, që sa vjetë ty mashtru kriusin, se në mashtron kriusin, po për pjeki për me mashtru. Në matë e dhamë, në matë kom 50 vjetë për të dhamë zeqatin. A na njëri me tjetërin pëjtojna, veç një herë më në mbrem të mu, mos munesh, veç një herë më në budë laver, mu t'i smunesh. Subhanallah, në qofë se kjo është me zveti, me zveti, atëre na Allahun Azza jim të bo për kikje me tradhtu dhe me mashtruhe, me vite më rate shalom atë njësën gjithë. Edhe në ashme këna me folë për dënimi për ato që se japë zeqatin. Mas nej do të kalojmë me spjegu llojet e zeqatit, po normal këtu jenë zeqatin mund spjegu në dy tema. Tema që na jemi të trajtu është vlera, rëndësia e zeqatit, që jemi të trajtu, edhe dyta është dispozitat, mas nej normat. Për shembull, gjatë shpjegimit, ka një 50 vetë të jenë bimë që du të me dhonë zeqatin edhe kanë mundësi me dhonë zeqatin. Tash ata jenë të vetë, po që nga bimë me dhonë zeqatin, qysh me dhonë, tash qysh me dhonë është pjesë e dyte ligjëratës, mas nej, çfarë lloji është ka zeqat, kur arrin zeqati, qysh mund nxjerr zeqatin,
dhe tjetë mas vyove, inshallah të ala Zoti na shpëton gjithve, na e bërëcet gjithve, inshallah, na bëm për atyre që janë praktikues të shatit që thërë, për ata që kanë mundësinë edhe ju ka rritë pashuria për me nxjerrë të shatit. Mas edhe kështu, u bëhura një informat të vogël, mos të shkëzojnë hytëve. Policia e shtetit tonë e ka arrestu një person të dyshem të cili ju ka premtu njerëzve të në pensionera u haxhive, i ka rajt ka fak, i ka modë do vera, i ka të rëtheva të arriti pensionin, besa dhe në gjamije, i ka morë të kuleta që më radhë, qaj person është i arrestu. Policia ka kërku për i bashkësisë islame që na më informu gjematin, sidomos gjematit pak me mush ma djetër, që ose dikush ka në rast caktume dhe është freje këtyne dredhive, me shkun stacion policisë dhe më lejmru, me qenë si fakte si dëshmi kunder ati zërnisë. Po më në që arriti informata, po më thonë që se dikush ka pas në problem t'il, se dikush i ka premtu mja rrit pensionin e ziqka, dhe të shkon dhe në stacion policisë të ndushtrej. Selamu alaikum.